Surja El Bekare është surja e dytë e renditur në Kuranin fisnik. E para sure e zbritur në Medine dhe ka gjithsej 286 ajete. Kjo sure që është shpallur në Medine është njëra ndër suret më të gjata të Kuranit. Ajo është e shpallur në adheun e ri të muslimanëve në bashkësinë e re të posaformuar, e cila kishte nevojë për rregulla dhe dispozita sipas së cilave do ta orientonte jetën e vet shpirtërore, fizike dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore. Në këtë kaptin janë përfshirë shumë dispozita të rëndësishme që kanë të bëjnë me çështjet e fesë dhe të sheriatit si besimi i drejtë islam, adhurimet, ibadetet, normat e moralit islam, marrëdhëniet familjare, bashkëshortësia etj. Në fillim përshkruhen cilësitë e besimtarëve të denjë, të sinqertë, mandej të pabesimtarëve të hapët, e edhe veset e hipokritëve, munafikëve, ashtu që në një mënyrë të qartë shtrohet thelbi i besimit, i mosbesimit dhe i hipokrizisë. Më vonë i bëhet një vështrim krijimit të njeriut të parë, babait të njerëzisë, të Ademit alayhi selam, ndodhive dhe ngjarjeve të papritura e të çuditshme, të cilat lajmërohen kur Zoti i lartësuar e shpall njeriun krijesë më të ndershme dhe në shenjën nderimi e ngjeti përulen atij, ndërsa shejtani ja ka smir, me kryenësi refuzon t'i përkulet, andaj përjashtohet prej mëshirës së Zotit, përbuzet dhe mallkohet, duke mbetur armik i hapët dhe i përbetuar i njeriu. Pasi përshkruhet besimi i drejtë, e që është besimi në një të vetmin Zot, krijues i gjithësisë, përmendet Kurani, fjalë e Zotit që vërteton për shpalljet e mëparshme. Andaj ko pas kohe në disa pjesë të kësaj kapitine përmenden iftarët e shpalljeve të mëhershme, e posaçërisht Beni Israilit, bijtë e Israilit që në atë kohë quheshin jehudi dhe që ishin në fqinjësi të muslimanëve në Medinë. Intrigat e jehudive, dredhit dhe besprerja e tyre ishin të njohura, prandaj muslimanëve u jepen sqarime për rrezikun që mund t'u kanoset prej tyre, por ositen të jenë syçel ndaj provokimeve që mund t'u sjellin. Dhe mu për atë arsye, 1/3 e kësaj kapitine përshkruan historinë e karakterit të tyre, të cilin e treguan edhe me pejgamberët tjerë dhe me shpalljen e tyre. Si çështje të rëndësishme që përfshihen me dispozitat e sheriatit islam, e që shtrohen në këtë kapitin janë dispozitat për agjërim, për haxh dhe për umre, për luftë në rrugën e Allahut, për ndjekjen e dorasit vrasit, për rregullin në familje, në bashkëshortësi, për kurorëzimin dhe shkurorëzimin, për pritjen, idetin e gruas së lëshuar dhe të asaj që i vdes burri, për dhënien gjithfoshnjës, për testamentin, vasijetin, për ndalimin e kontaktimit të bashkëshortëve kur gratë janë në rendin e ciklit të menstruacionit, hajdit, për ndalimin e martesës me idhujtar politeist, rreptësisht për ndalimin e kamatës e të tjera. Në këtë kapitin përshkruhen edhe shumë ngjarje e ndodhit të tjera siç janë mrekullitë e Musait, kur uji gufon prej gurit, çështja e njeriut të mbytur dhe e lopës, ndërtimi i Qabes, ndryshimi i kibles, çështja e magjisë, rasti i Davudit dhe Xhalutit, i Uzeirit dhe vendbanimit të shkatëruar, shpezët dhe Ibrahimi e shumë të tjera. Pas ajeteve që flasin për kamatën, është i shënuar ajeti i fundit i shpallur nga Kurani, ajeti në numrin 281, i cili përshkruan tmerrin e ditës, kur secili njeri do të shpërblehet për punën që ka bërë gjatë kësaj jete, mirë ose keq. Në fund muslimanët udhëzohen të pendohen për gabime, t'i kthehen mëshirës së Zotit, të kërkojnë falje mëkatësh, të kërkojnë ndihmën e Zotit përkundër armiqve të Zotit, të fesë dhe të vetë muslimanëve. Quhet Suretul Bekare, kapitina rreth lopës, nga se nëpërmjet këtij rrëfimi, mrekullia që shfaqet në kohën e Musait bëhet e përjetshme. Në atë kohë, një nga Beni Israilit mbytet, e për dorasin nuk dihet. Çështjen ja paraqesin Musait me shpresë se ai do ta zbulojë dorasin. Allahu e njofton Musain se ata duhet të prenin një lopë dhe me një pjesë të saj ta preknin të vdekurin, i cili me vullnetin e Zotit do të ngjallet dhe do të tregojë për dorasin. I vdekuri do të preket me një pjesë të vdekurës, e ai do të ngjallet. Ai rast në ringjalljen e njerëzve pas vdekjes shërben si argument për fuqinë e Zotit. Pra rrëfimi i ngjarjes ka domethënie të madhe. Nëse është edhe dëshira e Allahut, ngjarjen do ta përjetojmë gjerësisht në vendin e vet të kësaj sureje, inshallah. Muslimi e shënon një hadith të pejgamberit alayhi selam: mos i bëni shtëpitë tuaja varreza, shejtani ik prej asaj shtëpie në të cilën lexohet kapitina Bekare.